Aksesi në furnizimin me ujë të pishëm në Durrës dhe impakti drejt për drejt në jetën e grave dhe komunitetit në tërësi. Ishte kjo tema e aktivitetit të zhvilluar në kuadër të programit Senjora dhe rrjetit të shërbimeve mjedisore, qendra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen. Rrjeti i shërbimeve mjedisore dhe programi Senjora ka në fokus të punës që të nxisin dhe të edukojnë komunitetet në zonat e implementimit, të mbrojnë mjedisin dhe të shprehin opinionit tek autoritetet përkatëse, lidhur me çdo sfidë mjedisore që ndikon tek ata, nëpërmjet organizimit, fuqizimit dhe veprimit të shoqërisë civile, nëpërmjet mbështetjes së nismave komunitare me burime që sjellin përmirësime të matshme dhe sigurimit të zbatimit të legjislacionit në fushën e menaxhimit të shërbimeve mjedisore. Ky aktivitet sot vjen në kuadër të një programi në të cilin është përfshirë Qendra për Zhvillim Komunitar sot për të ardhmen. Ky program quhet Senjora, është një program i ndarë në 4 rrjete të cilat punojnë në fushën mjedisore dhe rrjeti në cilin e bën pjesë është rrjeti i shërbimeve mjedisore. Çfarë po bën ky rrjet është monitoroj shërbimet e ofruara nga pushteti lokal dhe qendror deri diku në lidhje me shërbimet mjedisore. Ndërsa funksioni jon në qytetin e Durrësit ka qenë monitorimi i punës së disa nga ndërmarrjet e pushtetit lokal në varësi të Bashkisë Durrës në lidhje me ato që ato ofrojnë, me shërbimet që ato ofrojnë. Kjo është faza e tretë e implementimit të projektit. Në 2 fazat e parë është bërë një monitorim i ofrimit të këtyre shërbimeve dhe kanë dalë problematikat kryesore që shfaq qyteti, ndërsa në këtë fazë nga rezultatet e bëra në 2 fazat e para ne po monitorojmë ujin e pishëm dhe sistemin e kanalizimeve për qytetin. Lidhur me shërbimin e ujit të pishëm dhe kanalizimeve, nga programi Senjora dhe Qendra për Zhvillim Komunitar sot për të ardhmen, janë bërë 100 anketime në 5 njësi vendore. Ky anketim është bërë paralelisht me një anketim të kryer me shoqërinë që ofrojnë furnizimin me ujë të banorëve për të bërë krahasimin me opinionin qytetar. Rrjeti i shërbimeve mjedisore ka bërë një vlerësim të pikpamjes të qytetarëve mbi shërbimin me ujë dhe kanalizime në 5 rrethet të Shqipërisë.